Risa drogat pra kanë një dinamik të vetën që ndryshojnë gjanat prej vitit në vit, e posaçërisht prej dekade kështu me radhë, pra ne kemi pas shumë problem me drogën e tipit heroin vite më përpara, që ka qenë droga kryesore pothuajse në Kosovë. Tani, nëse flasim për 5 vjeçarin e fundit, atëherë përveç marijuanës natyrisht është shumë e përhapur, jo vetëm në qytete, po edhe në nisët rurale. Po ashtu me shpejtësi është rrit 3 vitet e fundit përdorimi i drogës tipit kokain, dhe sa për ilustrim për përmeni që para 5 vjetë të na kanë qenë ata që paraqit për problemet me drogën kokain, mosha ka qenë 35-45 vjeç. Kjo ka rënë dukshëm, për nxorr në vitin para prak 2005 që kjo moshë ka rënë 25-35 me tendencë të rënies. Natyrisht se mosha mesetare për të gjitha drogat, të ata që janë të regjistruar në qendrën tonë, tani ma ka rënë në moshën 16 vjeçare kur fillojnë përdorimin e drogës. Edhe kjo na mendojmë që nuk ka ku të shkojmë më poshtë, sepse kur nxirret mesatari atëherë është kjo 16 vjeçare. Nëse krahasojmë me 10 vite më përpara, mosha ka qenë 21.7 vjeç kur kanë filluar përdorimin e drogës, pra një rënë për një 10 vjeçar dukshëm më i madh. Pra jemi shumë të shqetësuar për përdorimin e madh të kokainës, jo vetëm të rriturit, por 2 vitet e fundit edhe të disa që janë nën moshë, pra nën moshën 18 vjeçare. Kemi shqetësim për te shqetësimit përdorimi i drogave kohëve të fundit, posaçërisht për këto 2 droga që i përmend. Natyrisht se për përdorimin e drogës në fund kur të analizohet mirë, atëherë nuk kemi kujt ne ja drejtojmë gishtin, për arsye se kjo është një fenomen tetë i përhapur edhe këtu në Ballkan, shumë a shumë penson në shtetet e BE-s, që është numër më i madh edhe të moshat shumë atulta, por sido që tjetë, ky fenomen është rrit me shpejtësi, menoj si një dukuri e cila vjen me inercion prej BE-s ose shteteve të Evropës. Natyrisht se triton përpiqen të përcjellin trendet, si ato për smiri e disa prej tyre edhe për skensti. Në këtë rast, kjo është problemi që është reflektuar te na. Muj me dërtu gishtin sepse jemi të bëhet larm që duhet ndërmarrë diçka në parandalimin e përdorimeve të drogave. Strategjia nacionale e drogave e cila është aprovuar vitin e kaluar, duhet me gjetë zbatim sepse ato janë shumë mirë të sipas planit veprimit që duhet institucionet në përgjithësi, por edhe ne si organizatë që merren me këtë problematikë të marrin përgjegjësi tona që të përpilojnë një program gjithëkombëtar për parandalimin e përdorimit të drogave, specifikisht tek të rinjt. Natyrisht shkollat janë këtu në fokus për arsye se pjesa më e madhe të rinjve janë në sistemin shkollor. Por nuk do të thotë që vetëm duhet shkollat. Përmendet që në shkolla ose rreth shkollave shitet ose përdoret droga. Po, kemi pasur rastesh. Nuk është kjo që shkollat të stigmatizohen, por më pengon kur shkollat kur gjojnë rast përdorimit brenda shkollës individëve që nuk reagojnë në mënyrën e duhur. Çka është e mënyra e duhur? Nuk mjafton vetëm me thirr policinë, edhe policia, qendra për punë sociale më marr me personin, por duhet një ofrimin një trajtimi. Ne kemi një lloj programi që po mundohem ta zbatojmë, që quhet identifikimi i hershëm dhe intervenimi i shpejtë tek përdoruesit të drogave. Pra me këtë program mundet me u bë diçka që sa më shumë të informohen të rinjt mbi drogat në mënyrën e vërtetë të paraqitjes së drogave, jo me stërzmadhime ose stërzvoglime të efekteve tyre kështu me radhë. Ka programe që mund mu adaptu, ka programe që mund mi bo për nevojat tona këtu në Kosovë. Të mitrit ka problem për arsye se të mitrit kemë problem edhe na tani, për arsye se
ka edhe disa pengesa ligjore e tjera, për shembull, nëse vjen një mitur atëherë ne duhet me lajmëru në disa instanca tjera, edhe kjo na pengon shumë. Tani për tani e kemi zvoglu pranimin e të miturve për trajtim, për arsye se as prindrit nuk dojnë që të identifikohen si familje problematike. Kjo është Në shifër të përgjithshme? Në shifër të përgjithshme në Kosovë janë diçka për 40.000 përdorus të drogave. Ne i ndajmë dy kategori, përdorus të drogave dhe përdorus problematik të drogave. Përdorus problematik të drogave janë gjithë ata personat të cilët përdorin 3 hera më shumë në javë, cilën do prej drogave duke përfshirë edhe marijuanën. Pra, kjo është definimi, edhe të tjera që ka shkaktuar mbashmëri, që është konflikt me ligjin e kështu me radhë. Të miturit, përveç atyre që bëjnë konflikt me ligjin, ka shumë pak që kërkojnë trajtim bilespaku këtu në Kosovë. Por, në punën tonë në teren, na vrim shumë ma qartë edhe shumë ma prekshëm gjanat se që përndohë. Ne kemi ekipe që punojnë edhe në teren, edhe kemi raporte që ata përgatisin për me pasë që përndohë në teren.